Mëngjes. Si u buzive? Mëngjes. Si janë? Sa mirë mëngjes, ë? Mos do mëngjes. Mëngjes. Si fjete? Mirë si u buzive si. Që vaj natë. Kështë ndodhë një dilë të gjumë natë. Në krita? Jam mindur shumë. Jo, bukur ja. Duhet se jam mindur. Unë krita shkoha në tualet. Që ti jem dhe. Mëngjes. Se s'ma dhe gjumë ndë një. Çfarë plave ka për nga mrapa? Ka shumë nga parë. Dhe ana nga mrapa. Që të manë në kishe? Jo, çfarë plave ka mund? Shive anë. Shka ti? A me pëse që duke në kishe? Format e viteve duken pasi që tjetër. Po pra, Pasi ngjyrën shumë të bukur të këtyre. Forma. Bukur pra bukur. Ose.
Ka si gjë për bukuri. Jo, Duken keq, është egzageruar. shumë bukur. Po çfarë egzageruar ti ke për vërtetë? Po. Tani çfarë themi? Ato që kemi. I sot na ruaj. Dhe bëre polen? Si je ti Jo. se këtë do të pyesje? Bëra Si ke mirë, jo. iku fare? Iku. Shoqërues. Iku. Me hëngra një vezë me bozilok dje. Ua, Edhe sa mirë. Me një kështu avokado që duke si e prishur për brenda ishte Pa, shumë ka mirë. qenë super. Skuqa bashkë aty në pak vaj. Edhe ta kam rregulluar gjithë atë. Po atë me kosin, se kosi është për barku, të kishëm bërë si hirë, si kështu. Po ke ma, ke firë sa Ke ti? Po jo me ajo ishte ftofje, se s'është në një gjë tjetër, hiku. Ashtu që është e iku. E të laj që gdhëmbët e të pi kafen. E sallatini? Po. E fort. Brez koti, më zë. Ai s'ka gjë, jo, s'ka gjë. Keni akoma mbani. Sa të mbani jepini. Mëngjesi si u gdhive? Hajtë. Nuk të dëgjoj se ka avion. Dua, hajde.
E kapa. Të pas kam bajt bukur manikyri këmbëve akon. Po, të këmbëve po, duarve, skandal. Po, duke Edhe se punuar. kam hëngër. Si flejte? Mirë, Flejta. Edhe unë vallaj. Mirë. Kam pasi qik vap. Rash vonë, po unë ngopa. Nuk e di sa mund t'jetë ora, mund t'jetë 10 ndoshta. 9. Në 9 bjen gongu. Dhe më thonë, besoj. Ta pash vizatimin sot, kishe hec, mirë. Ndoshta aty lartë, ke vija Bojqelli, do ta marrësh një vizore në një gjë që është e drejtë. Ta rregulloj kalosh akoma një herë, mirë. vetëm atë vijën lartë. Kurse gjitha tjera, dhe raporti ngjyrave më pëlqeu. Po, vizore ku ta gjej? Ose mund të marrë... Jo, janë këto, edhe vetë telajot me njëra E pra, tjetrën. unë me telajo e kam bërë ato 2 të parat. Po. Do në të 4 orë në brënda. Kur zgjojnë me duar që më dhëmbin, kështu si të flyra, si... Ke parasysh kur ri në... Lyj me këtë reumer që është i këtij ose me vaj lule basani. Pasaj më vonë. Është artrit, pak artrit. Kur vina delet. Me delet jeti? Të ditët e delet kam qenë të javë. Vështirë është, ka punë? Ka po gjapun. Po gjapun. Se dia me lopën që kam qenë një herë, na doli shpirti. Se këtë du t'i heqësh gjithë, se janë 2 ambientet mëdhaja. Du t'i heqësh gjithë ato gjërat eskermentet që kam bërë gjatë natës, e du t'a heqësh bashkë me kashton që vetë për tokë. O që atë, pastaj du t'i ndroshosh të kovat e mëdhaja të ujit, du t'i japësh për tëngër ato gjërat e thata, dhe pastaj du t'a heqësh atë kashton që është që se to dhitët dhe delet i hypin për sipër dhe pasi i kanë hypur për sipër nuk e hajnë më. Kështu që du ta heqësh dhe kashtën që është ato si gjërat mes, e hedh për tokë, shkon merr kashtën tjetër e vend sipër. Kështu që është goxha. Shumë e ngjashme me të lopës. Mirëmëngjes. Dini që punon ky? Urdhra? Ky ekspresi? Se di, besoj se po, përderisa është i mundur. Na ishte harxuar ajo. Vjen gjithë të pyesin kështu sigur. Ha, si je sot? Si jemi për ditë? Po jo, pra se sot jam nominim me Henrin. Një tjetër dhe që është dita e fundit që zgjohemi së bashku. Si dihet? Se besoj. Se besoj. Dgjoj, është ideja që Zhaku ka bërë shumë fushat për Henrin, duke patë që e ka shumë të afërt. Po le të bëjë një fushat. Që ka një lloj baze. Unë kam dalë për Ti ke qenë pavarur. 5 herë kam dalë më pak të votuarit. Kështu që duke bërë një llogari mbrapsht, e duke mos pas supporter këtu brenda. Mund t'i thush të gjëra se përkundrazi ato që dalin në nominime vazhdimisht dhe shpëtojnë ato janë më të fortë. Kështu që se besoj kur që t'jesh ti. Unë kushdo qoftë tjetë, kam bërë një eksperiencë, sot u bën 8 javë këtu brenda. Kam bërë një eksperiencë të jashtëzakonshme, kam njohur njerëz të jashtëzakonshëm. Kështu që kushdo qoftë tjetë verdikti, unë jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e kësaj gjës. Për tjerë se është herën me fol. Po të them që para se tani edhe Jam gati ta gjej. Mendoni që do ta gjej? Keni një ndjesi? Kemi një ndjesi. Moza?
Vallaj me këtë model që ke bo sot ti do t'a gjesh. Ashtu dhe. Me pantallonat shkurtra, Po plasa blue vape. jeans, Po, sot është shumë vërtet. edhe me çizme ferme. Vallaj, Të ta gjej? Të ta gjesh. jo një dy ke për gjetë sot. Ma men që të them. Du përqindjet për këtë, në qofë se dele vërtet. Ka që një kongë me gozim, po shkoj në punë, tu kalu normën për ditë. Tu kalu normën për ditë. Faqe bardh lumja unë, jemi shembull për të rritë. Ika do ju bëj krenare me një gold. Me Bravo. gozim, po shkoj në punë. Po gëzimi madh. Tu kalu Unë normën nuk mendoj se për ka ditë. efekt ajo fushata Vajte që thua ti bardhe. se pavarësisht se si mund të jetë shëndet, fjalë vërtet. Pavarësisht se si mund të jetë rezultati. E kupton? Po. Fushata e saj nuk mendoj që ka vlerë. Duke ditur, Po çdo fjalë ka vlerë, më si s'pas ka vlerë. jo, zemra, perceptimin jashtë nuk mendoj. Shiko, ti me kapacitetin që kishe, asnjëherë s'bëre tentativa të bërje në një çudi. Ti si le gjërat rrjedhin. Kjo më ka bërë përshtypje. Ne më bëja. Ti vetëm qa dije nga fusha jote se qa mund bëje. Unë për shembull kam bë disa herë biseda, jo shpesh, që mund t'i kisha bë më shpesh, biseda personale në kamera me publikun. Ke bën një bisedë personale? Po bëje sot, ke rastin për I thash dhe unë dje. Atë thash dhe unë dje, bëj një thirrje, kështu që kam qef të ri. Jo vetëm aq, jo Një gjë një tillë. bisedë personale ku nxjerr kapacitetin tonë mbi një fushë të Shqipërisë të një okay. gjëje. Nxjerr kapacitetin. Bëhet pak të njerë. Ngel edhe një kujtim. I ke bërë studimet jashtë. Unë kam vetëm 5 vjetë që jam kthyer. Kam vetëm 5 vite që jam kthyer nga jeta ime në Shqipëri. Po nuk është kjo. Sa jova i lëng frutash, sot se o vdes për një lëng frutash freskëta mëngjes. Më çaj për me portokall, jo, s'kishte. Shtrydha 2 limona, pak mjalë, pak ujë, dhe një glonjë kafe e shtrydhur nga një kafe që është pirë përpara meje. Në di futa. S'kemi fruta, po ja, kishte ca fruta të tjera. Shega. Me sheg mund bëj ala me të... Shega lëngu. bën super lëng. Me shegun mund ta fusim ke makina, Po, ta po, shtrydhim po. me gjithë atë që është brenda. Me Pas gjithë. ke 3. Ku kam me? Janë 3 sheg Ua, këta qa alba shore egzotik. që Do bëjmë një plan. 3 sheg pas ka po. Shega bën super lëng. Edhe është goxha e shëndetshëm. Fantastike. Është pak e athet, po është super. Për shembull ti ke marruar për marrëdhënie ndërkombëtare, çfarë Po. kishe marruar? Çfarë është një vend midis vendeve? Në nga pikpamja marrëdhënieve ndërkombëtare. Si e shef Shqipërinë ti nga pikpamja marrëdhënieve ndërkombëtare? Si e shikon Shqipërinë nga pikpamja marrëdhënieve ndërkombëtare? Si e percepton ti? Sidomos pozicioni gjeografik e ndihmon shumë në gjeopolitik. Sidomos me këto vitet e fundit, ku është bërë një brandizim i papar i Shqipërisë, mendoj që kemi një potencial të shkëlqyeshëm dhe nga pasuritë e nën tokës, pasuritë që na ka dhuru natyra për sa i përket turizmit. Është një vend edhe se goxha i strukturuar akoma i virgjër, që duke parë me që jemi dhe shumë të vënuar nga ana e zhvillimit, duke pasur modelet e suksesit europian, mund t'i shikojmë për një implementim në ashtu siç po bëhet, për një implementim sa më të shëndetshëm tek ne. Problemi është zbatimi. Por që shumë janë të rinj që janë kthyer me know-how që kanë përfituar nga jashtë dhe shumë janë kontributet që po jepen në të gjitha fushat. Që unë mendoj që Shqipëria është një potencial i papar. Si e shikon ti këtë kontradikton midis Evropës dhe Amerikës tash në fushën gjeopolitike, si mund të ndikojë për pozicionimin e Shqipërisë?
Kjo është një çështje shumë e vështirë, sepse Amerika në kohët e fundit me Trumpin ka pësuar një lloj involucioni dhe një lloj promovimi të konservatorizmit që nuk i duhesh Amerikës në këtë moment. Por në vitet e fundit rregullo mikrofonin. Në vitet e fundit ku nacionalizmët kanë dalë në parë, siç e pam edhe me fushatat e fundit të gjithë shteteve europiane, nga Franca te Gjermania etj, që le të themi ku modeli socialist ose socialistegjante po jepte një lloj populizmi që populli nuk le themi që kishte një lloj ndikimi dhe në ekonomi, atëherë ju dha ose për faktin me patjetër ka pas një lloj problematike edhe emigracioni, sidomos ai klandestin. Edhe e shohim që problematika ka qenë edhe në Itali, por që ka qenë një nga shtyllat kurrizore të fushatës elektorale të Melonit. Tani, këtu unë e shoh kontradiktën. Po, mund t'i analizojmë pak këto gjithë komponentët që the, socializimi, që e the, tak, socializm, gjitha këto. Pak, sepse tani jemi përpara publikut, se unë i përcis këto shpejt, po. Mundet pak këto komponente t'ja sqarojmë publikut? Janë çështje shumë të ndërlikuara, po le të themi që është sa po dhe jemi zgjuar, le të themi që të gjitha problematikat që synojnë fundosin një shtet të shëndetshëm, ose që janë marrë si problematika nga politik bërësit, janë dhënë të gjitha shkakët e problematikave ekonomike dhe sociale janë dhënë ose emigracionit, ose thash në Europë ka qenë kjo gjë më Me thoni, transferojnë ke emigrimi, ke këto? Problemet nacionale, që nuk kanë ditur të zgjidhen me vite, ja kanë transferuar edhe përsa i përket edhe këtyre ndërhyrjeve të fesë, ose gjithë problematikat e lidhura në fe, për fen. Po shohim që kohët e fundit feja musulmane ka hyrë në mënyrë kapilare në të gjithë Europën. Gjë që ka qenë gjithmonë shumë e rrezikshme ka pas fobi ndaj saj. Po, për hir të së vërtetës po, se është marrë gjithmonë në mënyrë diskriminuese kjo lloj feje. Dhe nuk është dash asnjëherë po zemër e kam këtu në çantë po the. Është marrë gjithmonë në mënyrë diskriminuese dhe është marrë gjithmonë në mënyrë që nuk ka qenë as dëshira për ta zbuluar si fe, se kam idenë se ka dhe një konotacion lidhur me kohën, që me historinë, se lidhet me otomanizmin, lidhet me një lloj prapambetje sociale, gjë që nuk është e vërtetë. Dhe të parët, se kemi parë shumë mirë edhe me De Gaulin, e kemi parë pra me Francën, me neokolonializmin, e kemi parë edhe me Gjermaninë, e kemi parë edhe me Italinë. Janë gjëra të lidhura shumë me popullin, me kulturën e popullit. Kështu prandaj po them që kontradikta në rast dua ta thrasim këtë faktin e kontradiktës midis Amerikës dhe që kanë qenë që Amerika është një lloj hiperbolizimi të gjithë çështjeve që në Europë ne me një lloj qytetarie dhe me një lloj integrimi tentojmë ta zgjidhim. Një lloj konsensusi. Kurse në Amerikë të kohët e fundit janë bërë shumë gabime nga pikpamja nuk e di domethënë. E prezantimit të problemeve, e perceptimit, prezantimit. Por edhe luftës të drejtë për drejtë me të gjitha problemet që kanë të bëjnë me integrimin, ose se ne dim shumë mirë që Amerika bazohet tek një koncept që quhet melting pot. Pra, ajo tegjerja e madhe me presion, ku të gjitha racat, të gjitha personat që kanë prejardhje të ndryshme, kultura të ndryshme, jetojnë në mënyrë paqësore, sepse kjo ka qenë baza me cilën është ndërtuar Amerika, e dim shumë mirë. Kurse në rast se kjo që është karakteristika
unike e Amerikës përdoret për ta luftuar nga brenda, për të krijuar përçarje ose edhe gati luftë civile, kjo është shumë e gabuar, por është Atëherë ti mendon që pikërisht ky lloj civilizimi amerikan që i digeston kontradiktat nëpërmjet integrimit në një mënyrë pak a shumë edhe një mënyrë radikale ka, se duhet të mësosh gjuhën, duhet të thuash gjuhën, konceptin e kështu, nuk ke të drejta në atë kuptimin siç ja kërkojnë të drejtat kur janë në kultura të tjera, ja u kërkojnë grupeve sociale etj etj. Pra, e njëjta fushë mund të prezantohet dhe të politizohet ndryshe në këto kontinentet e ndryshme. Në njërën tjetë burim suksesin, tjetrën tjetë burim fatalizmi. Vetëm nga mënyra se si mund ta strukturosh dhe ta konceptosh dhe ta politizosh. Po ndërkohë që në Europë nuk janë... Shumë interesante, vazhdoj. Po pra, në rastin e Europë... Ku pas ke qenë gocë, ku pas ke qenë për problem. Ndërkohë që në Europë ne akoma luftojmë për të dhënë akoma më të drejta grupeve të interesit që janë akoma shumë debël në kjo anë, në Amerikë po i hiqin të drejtat ato që është toka e lirisë, toka e të drejtave, se ne me sy nga Amerika jemi hasur gjithmonë për të parë të drejtën e lirisë fjalës, pra për gazetarin, mediat, par condition, janë gjitha gjëra që ne kemi parë nga Amerika. Po edhe fushatat elektorale, si konceptohen, spin doktor, figurat se gjë akoma më e bukur në Amerikë janë gjithë të ndarjet e punëve gati kapilare, që do të thënë që secili ka një... Kjo është asaj? E Engjit, gjithmonë. Bravo, Po Engjit, a goca. bjerë dhe ngjyra të tjera? Se thu? Shumë bukur goca. Po edhe për goca, na tregoj herë çka ka. Po, qa s'ka me të goca? Ua, po si e pas kam humbun këtë. Lutem, pa tjetër, faleminderit shumë. Mund ta përdor. Je në rumë. Isha ma e shtuket. Jo, shtyp këtë. Du me shtu, desha me, po desha me shtu 2-3 letë me ba Jo, 2-6 kjo më letë. duket. Ajo e bën dy. Tash ti këtu kam dy momente, që Shtetet e Bashkuara si superpower veprojnë me dy standarde. Standardi i parë për vete, standardi tjetër i problematik për botën. Për krijo kompleksitet që të rush rendin tënd. Po patjetër. E ka kuptova bërë gjithmonë dhe normalisht. Tash brenda kësaj ty të del dhe një problem i dytë, që megjithëse ato ruanin një figurë ekzemplare, pra një shembull, tani dhe vetë ky shembull i po shkatrohet dhe po bëhet shumë e ujshme figura se çfarë modeli duhet ndjekur e çfarë principi duhet mbajtur. Po pra, është dhe po del forca në karakter përfundimisht tash, që është çështje vetëm force. Jo vetë, po. Le të themi që ajo fuqia likuide që po flet ti, në rast para, në rast se e shohim nga pikpamja teorike, janë disa cikle 100 dhe 400 vjeçare përsa i përket hegenomive superpotencave botërore. Pra kemi parë Francën, Anglinë, tani Amerikën. Por edhe tani besoj se i ka ardhë fundi, domethënë duhet të ridali një fuqi tjetër në këtë boshlik fuqie përsa i përket. Këtu pastaj përveç faktit të vetë prezencës së shtetit, që ka ndikim të shtetet e tjerë, duhet shohim kush janë shtetet satelit ose shtetet ku mbështeten për të bërë këtë që the ti pra. Dhe deri në luftën e dytë botërore mund të shohim që kishim Indin, Afrikën, tani shohim prezencën kulminante të Azisë si kontinent, se në rase më përpara ishin më shumë ndërhyrës, tani shohim që janë më shumë neutral dhe janë duke u përgatitur për të qenë gati për të hyrë në atë boshlikun e fuqisë që është i dukshëm tashmë. Edhe shohim edhe ndërhyrjen e Kinës në Afrikë, që është ai soft poweri që ka disa vite që le të themi që ka gati më herët se vitet 90. Që në fillim shekullit, edhe fundi i shekullit.